Gordon and Friends. Ikën për dardha. Kemi ikë për dardha, thot Mirë, ishim të Magic Four bashkë. Jo? Jo, nita nuk del kur. Po mirë se erdhe marrë mirë, po ku ke kenë marrë? Kenë marrë, po dhe? Çfarë ke bërë një herë gjithë këto ditë mirë, ë? Vrasje, çan këto tjera. Presje gjëra. Pikë pyetje. Unë nuk e di, unë thjesht dua ta shijoj se është një adrenalinë, është bateri. Qa s'kam bothi? Kufjet vendosi ose uli, se na interferojnë, je okej tani? Po, tani shumë mirë jam. E ule volumen. Volumin sa ta ul? Sa ta ndjesh? 0.9 dB? Sa ta mban? Sa ta ndjen? Mus ma mban dhe në maks. Mirë se na vjen në studio, në këtë pjesë të dytë ne do të komentojmë. Kemi për të thënë. Ka ndodhur gjëra në këtë Big Brother, Armir. Qa s'ka ndodhur? Qa ka ndodhur? Dhe kemi marrë njeriu më pa filtra. Por filtra ta shohim. Ku ka filtra më lënë? S'ka pas zoket. Je në vendin e duhur, pardon my friend. Për no filtra. Po patjetër, atë di. Flasësh lirshëm. Atë di Samsaniko do vish tash erdha. Erdha më prisni. Erdha. Mos ma mbyll derën. Pritëm. Po. Do më lejoni pa më nxjerr në plan që unë të largoj këtë pjesën time të rrufës çuna. Faleminderit se e pash vetë në ekran, se jemi dhe në digital tani, te kanali 10 dhe jemi live, domethënë. Live. E nisi me ngjarjet e djeshme, domethënë edhe një herë. Po. Selin Miri, por kësaj radhe në një tjetër aspekt, pra në një ndarje. Ndarje? Le të themi kështu. Kishte në i bashkim që ishte ndarje? Jo, flas si lojtar. Si lojtar, okej. Po qa do të themi ne tani? Do të themi që Miri dhe Selina u ndan përfundimisht? Atë nuk e dim. Atë e di vetëm Zoti më. Por që le të themi që Miri, shikom, këtë rast e di pse gjithmonë kam qenë pak përpara kundër Mirit. Këtë rast jam me Miri, nuk e di pse. Pse? Naturalisht, këto ta them sinqerisht. E di për çfarë? Kam qenë radhës kaluar në emision, pëlqen Selina. Je pro Mirit kundër Selinës apo pro Mirit edhe pro Selinës? Në këtë situatë, po thot. Tani unë kur bëj një krahasim e bëj pro njërit kundër tjetrit. Okej. Domethënë ne sfazojmë kështu nga këtu, vazhdojmë. E kupton? Dhe në këtë rast nuk e di pse më vjen një intuit, jam pro Mirit. E kupton? Sepse tani Miri kishte drejt që kur erdhi Miri në paktën ishte më i njohur se Selina, realisht, e kupton? Ose më saktë Selina se njifsha, Mirin e njifsha. Si publik. Ishte më i njohur se pjesa më e madhe aty. Po patjetër. Dhe tani Miri në lojën që bëri gabim mirë, unë kam çuajtur gabim lojën e Miri që ka bërë përpara, edhe them që prapë ka bërë gabim, por që në këtë rastin e dytë mirë që Selina e shfrytëzoi këtë moment dhe u shkëput nga Miri me mënyrë jo duhur, po dhe mënyra e qasjes mimikës se si sillet me atë është i vjen si përshtirë, ja? Si përshtirë, shumë harbute. Ndërkohë që 55 ditë ndërtove lojën, mbreti ika e unë, çdo moment që ndërhyshim njëri tjetrin, domethënë u përplasshim bashkë, nuk kishte një, kishte dy, dhe erdhi sot me një të farë mimike që realisht nuk pëlqeu, sepse unë kur shikoj surrat vllai dashur, unë të dalloj 100% se çfarë po bën. Nuk e më ka thënë Zoti më, kështu që ke një lloj intuite. Është intuit, po është saktë, kanë gjithmonë që është saktë. Se po e them tani. Dhe dalloj që në këtë rast jam më shumë pro Mirit, me thënë drejtën. Pra ti e sheh vërtet si një thik pas shpine. Ato që bëri Selin, kundrejt. Thik edhe thik me kështu me nga ato arabet, nga ato thik buke, që vjen shumë me dhëmza. Nga ato arabet e Prince of Persia. Ajo që kur ta zhysim për shembull, dhe kur ta tërheqin nuk del vetëm thika e holl, është më hard që ajo thika dhe kur ta heqet e mishin me vete. Jo që pani bukë. Jam i bindur sa brutal që keni sot. Jam i bindur që njerëzit nga radio e kanë vizualizuar gjë. Patjetër. Edhe pse s'po na shohin. Është një thik me hard që kur ta nxjerr dhe mishi. E kupton? Po, e kuptoj. Yes. Juve si e pat këtë situatën mes tyre? Antoni është pak skeptik sepse thotë që edhe kjo mund të jetë një lojë. Them unë që mund të bën shok prapë. Kush? Miri s'bëhet, më mendoj. Kush shok këtu? Kush shok këtu? Nuk tani
Miri nuk bashkohet për mendimin tim. Nuk bashkohet. No, never. Never, sepse Miri është aq i rrit, mund të doj Stelina mu taku. Mu taku prap, mu bashku Të prap. sqarohemi. Por Miri për vet moshën që ka, nuk do ja lejoj vetes, të bëj gabim dytë. E kuptove? Okej. Sepse tani s'ka më kohë. Po tani nuk ka më kthim brapa. Edhe pse ka pak afeksion ai për po pra se ka pak afeksion. Shiko, edhe unë me net me i femër 30 ditë, o vllai dashur, tani thrim Po afeksioni aty nuk të lën ndonjëherë. Zemra. Ku zemra? Vjen një moment në jo, në momentin që ti Zemra, ka sa ndjenja. Tani dëgjoj, kur lëndohesh, pavarësisht gjithë ndjenjave që ke pas, fillo puno me tru. Dhe Miri është në kohën e duhur brendimi im që të punoj me tru. Të lej zemrën, ta hudhe zemrën, iku zemra, pa ndjenja me logjikë. Trak me tru dhe me tru ec përpara, mendimi im. Me që jemi tek truri dhe jo tek zemra, a është shumë me tru të bësh alat me Rogertin në këtë pikë të lojës? A shumë me tru? Po tani ose je me shumë tru, që ne nuk e dim të dallojmë atë IQ-n, do të thotë që jemi nivel shumë i dobët botërisht, ose nuk e lexoj dot lojën e Rogertit. Pavarësisht se ai ka bërë një lojë të frikshme, dhe deri në moment ka qenë ato banorë që e kanë përballuar vëlla, nuk e di, unë do thoya se përballoja dot. Ti do kishe dalë me zarvzi, me zarv portokalli, zarv gri diçka kështu. një zarv që do të s'ka qenë herë aty. Është Orange is the New Black. Po, është ajo e burgut. Me portokall. Edhe me ta fisën Me të veshura. Yes. U pa kjo alianca, domethënë Juela, Miri, Rogert, kush është tjetër tani, po tani. Tani kota biskota atë. Jo, po jo më së Miri nuk Miri s'bë aliancë. Kota biskota për tanin tim. I thash Nikolinit. Ki kujdes. Lej ka rënë brenda me ta. Shumë e bukur ishte. Per. Po më perlishin Mehmet. Po, por sot kishin dalë lajme që gruaja është mërzitur. Merdi keq me thon drejtën, sepse bën një krahasim të shpifur, sepse ajo gruaja me vërtet mund të ketë pasur, domethënë, ndihmën më të madhe në botë, sepse ta realizojnë ndihmën më të madhe dhe kur ke edhe burrin brenda, dhe e bën me ca meme që Po, ishte mërzitur. Ishte mërzitur, Një tjetër situatë e cila të roqi vëmendjen ishte pikërisht edhe marrëdhënia që po krijohet mes Selinit edhe Gimbos, domethënë a do të kemi një çift? Aman. A do kemi një romanca ecën në bijë. Po sa do romancë ketë, si thot ka një shprehje ai? Kush? Ky Gimbo Selina, se si thot i fjalën. Çfarë i thot? O baby im, jo baby im. O baby G, jo. Jo baby G ka dalë, si ishte këtë dje këtu. Jo më. Se si thot, po çfarë romanca, mana. Nuk sheh çift aty. Po ai është një bisht i zgjatuar. I Selinës, po pa. Bisht. Më shumë e shoh Gimbon të lidhur me Lenin sesa me Selinën. Po patjetër. Më shumë mund t'i japi një shans. Tani Gimbo është tregu dhe i çiki zgjut me ne të lojë me thon drejtën. Ka shku aty ku duhet me shku. A kupton? Përdor Gimbo, përdor Selina, rabadab. Unë e kam thënë që ai nuk ka dashuri, se ai ka hyrë më vonë, ai ka parë kush. O çika jam, po sa erdhi. O çike. Nga i çike. Bombë anatomike. Bomba atomike. I gjenusa se na ngel nder, edhe erdhi aty. Po ja me man. Bomba anatomike ose gjumë alergjik. Janë shprehjet e fundit të këtij. Po si pa shfrytëzojnë ato, e kupton? Po shfrytëzojnë sapo munden edhe. Dhe nga krau tjetër kë kemi? Nga krau tjetër kemi Brikin dhe Mateon. Po më ka pesimisti për këtë marrëdhënie. Jo, është shumë real. Është real. O vëlla, nga që unë kam kohë se më para besoj në dashuri. Se i kem mbyll këto muhabete. Po pra kanë marruar ato muhabete. Por që Briki Mateo. Po ku e di unë çfarë do të them për Mateo, mund të jetë djalë fantastik, a kupton? Se nuk e njoh as nga afër, se lëviz komut, se lëviz jam energjik. Kam ja 30 vjet që i lëviz komut. S'rrit dot në vend. Pra Mateo mund të jetë djalë i mirë, por
Ma të jo, dhe është djali mirë, mësë thashtë mund të jetë djali mirë, por që ajo marrëdhënia nuk ka kuptim fare. Edhe mua më duket. Afro, kape tërhiqe, krijon një kurb ese. Po, është kur takohen brikena me, do me thënë, sponda anej, koka e kamionit këtej, a kupton? E kishin bërë një meme me një qenushi kur do ta përkëdhelë shikën shumë brapsh. Dhe Kemi pas ai shkreti mundohet boll. Pas publicitetit kemi të tjera gjë. Do mundohemi. Sot edhe Armiri për të komentuar ngjarjet e këtij edicioni dhe këtyre prajmeve të fundit, po dëgjoj, kur bësh pjesë e asaj shtëpie gjithmonë ke një mendim pastaj se është me një tjetër sy, është edhe si publik por edhe si njeri që e ke jetuar atë eksperiencë. Tmerri ma. Pse tmerr mo? Ti hyre gjithë qejf. Po gjithë qef, hyra dola gjithë qef. Të dyja bashkë kisha. Kështu që në rregull je edhe me komente. Po, me komente pas. Shiko, kam qefi çik me komentu me thon drejtën, se më duket vetë si llafazan tani, e kupton? Po je, me thën drejtën. Jam i çik. Çekam i çik llafazan. Edhe por që çfarë do të thot vllajm, a kupton? Avioni fluturon. Ta lehtësojmë pak se kemi një video, ka ndodhur një sherr mbrëm. Në orët e para të mëngjesit, Selin dhe Rogerti janë përplasur me njëri tjetrin, kanë qarkulluar video gjithandej që thoni gjuajtemi diçka të fortë, ndërkohë ishin Patatina, do doja të ishte në një kputc ku ta diun, po jo. Po jam, të ishte edhe në një tavëll hekri. Po. Ja ku e kemi video. Haja është Selina. Bjeri. Mos ti të paktën, unë nuk e di me sa mund t'i tregoni historitë tua. Po s'ka fajo nëna e babshit kanë nxjerrë jashtë shtëpie. Kupton se ordineri përket rrugës. Qose nëna baba jem kanë nxjerrë jashtë shtëpie. Njësi puna jote përket rrugës. Atëherë ti shko gjej ku e ke babën. Hik gjej ku e ke babën. Unë babën se kam. Ç'është problemi jot? Bëj punët e tua pra. Ti je rrugaç. Morë vesh. Pse nuk e lat çik. Veshi. Olele veshi. Se nuk e lat ato dhimbje të thellë. Që ata futbollistët Do të penallti. Unë kam thënë për Inzaghi. Ai merr shtrije për penallti që merr. Këtë vit këto banorët të Big Brother që kanë ngelur akoma aty, që vazhdojnë të jenë, që janë më të famshëm në Shqipëri. Po janë aktorat papamu. Se Robi kur do më uzon, mu me mprek një diçka, unë zinje më plek. E pam zemra, të shifrim aty. Të ndoqëm. Po, aty bëjnë sikur zihen, vërtet njëri olele veshi, tjetri olele koma. Me ke jetë tani me Selina po me Rogertin në këtë mes? Unë me ka jam. Po unë jam me Stenaldën. Dhe Malin. Je me Stenaldën dhe Malin, vazhdon. Patjetër, deri në fund, patjetër. Po unë nuk e ikë asnjëherë trajektorës time. Është besnik. No, jam besnik deri në fund. Domethënë unë humbas veten dhe prap ngelem besnik. A mendoni që do të jam edhe për kuksi, jo për gjë. Një zarf të zi? Këtu? Pa, seriozisht e ke. Tani folim drejt. Ligjërisht. Tani seriozisht e ke. Tani me thënë të drejtën, qelloj me diçka. Po ku me çfarë qelloj? Po nga që po i haj buka ti. Po fjalët zemra ndonjëherë, fjalët e Rogertit janë më të rënda. Tani ato janë preferuarit të popullit. Dhe po mund të them Rogerti është i vetmi banor që shqiptarët i kanë ngjallur atë sensin e bulizimit, thotë, "Zanajs, po le ta bulizojmë se kupton nuk është ato personazhe që gjysmat e kanë inat, gjysmat i vjen gjuna." Është 90% e kanë inat. E kanë inat, po. Edhe gjithë komentet ishin bravo Selina, ti kishe gjuhë një gjë më të fortë. Të lumë të dorë. Bravo, të lumë të dora. Vetëm në njëri që kishte një koment negativ për Selina kështu tek tu. Por ideja është që ky fenomen nuk është i bukur në radhë parë. Nëse ato janë aq taft për të bëj lojë, a kupton? Duhet ta menaxhojnë në një ta bëjnë lojë sikur duhet më u bë. Nëse janë për të fortë, futen për të fortë dhe të vazhdojnë të zihen tamam. Bjeri pra, do mirë, bjeri tamam dhe del për jashtë. Për Selina këti. Por gjithë më me radhë, ti pare të i fundit. Jo, po imagjina se Selin t'i pite me grup. Po është kundër rregullave kjo, dhe me thënë, meriton një zarf të zi apo jo? Tani, çdo gjë që të gjuan ty, merre me çfarë dush, me ligj pa ligj. Me gjykat pa gjykat merre. A kupton, unë jam edhe profesionist i gjykatës. E kemi kuptuar tashmë. 5 minutat e fundit. Tani, në qoftë se unë do të hedh ty diçka të dëgjuj, sot mund të dëgjuj Patatin, nesër mund të dëgjuj hekrin e Egorosjes. A kupton?
Veprimi është I gabuar, patjetër. Duhet një masë ndëshkimor. I zi portokalli çdo që të nxjerrin këtë. Do të thënë duhet një masë ndëshkimi. Duhet, patjetër. Ti je këtu apo? Unë jam është nga ato që do Jo, na jep një mendim, e kisha llafë. Është nga ato që do votoj të rri Selin, edhe nëse del në televizor. E ka të preferuar. E ka të preferuar. Ai është, ç'a quhet? Selinator. Selinatorje? Taratorja. Se ne thamë pavarësisht sa I keq është Rogerti, veprimi, heqim Rogertin, e fshim Rogertin, veprimi për mendimin tim është I gabuar. Po se e tha dhe Ledioni. E tha dhe Ledioni në live që pavarësisht ç'a pyetje bën Rogerti, përgjigja ka rëndësi. E kupton që Kristi u peshkua për pjesën qa seksualiteti ke ti, tha. O vlla, e pyet me qa seksi ke ti. Po ç'është kjo më pse duhet ta dish ti? Nuk e qa seksi jam. Mos u përgjigj, injoroje. Gjë më e mirë që ka thënë Zoti I Madh në qiell është të injorosh tjetrin. Zoti vetë ta tha këtë fjalën. Në Kur'an. E ka thënë. Injoroje tjetrin, thuhet. Një ndër gjëra do të bëjë edhe në Bibël është kthej paqen tjetër. Po, nëse dëgjuan një shpull, kthej tjetër. Ajo të loj kamerën. Nëse godet prap, pastaj I fut. Bjeri. Po, Armir, ti e ke ndjekur besoj edhe në edicionet e kaluara. Si duket ky edicion krahasuar me Tani atë flasim troç apo? Troç. Se unë s'para flas jo troç. Me thon drejtën niveli. Tani kam qenë edhe unë pjesë e kësaj dhe do shaj edhe veten këtë rast, ta kupton? Nuk është niveli dobët me thon drejt, nuk e di pse. A kupton? Është niveli. Tani flasim drejt. Këtë mendim po ta them unë, të paktën unë njoh në Tiranë, njoh disa nga 20 veta. A kupton? Nga 20 veta që njoh në Tiranë, 17 veta këtë opinion kanë. Nuk është niveli I atyre që, domethënë niveli. Jo niveli atyre se s'mund të krahasojmë nivele, po. Ndoshta nuk din të bëjnë lojën ose po huazojnë pjesë nga edicionet e kaluara dhe e kanë ngjitur puzzle-in ndoshta gabim. Ose janë shumë dhe vetëm për lojë. Janë shumë dhe vetëm kanë lënë jashtë anën njerëzore. Ose jo, duhet të kenë lexuar skaletën shumë mirë para se ty në aty mrena. Kanë ndjekur edicionet e kaluara. Në edicion për një strategji para se më u fut. Po, e kisha ndjek një strategji shumë mirë, po nuk m'lan me e bo strategjin tije. Cilën strategji? Unë kisha boj strategji të tillë, do një me ditë ju të saktë. Patjetër, dhe kush nuk të lata bëje. Zoti thamë. Vazhdo. Strategjia ime ishte 2 javë gjysmë të studioja çdo personazh sepse unë jam edhe I mirë edhe I keq edhe I urtë edhe I butë edhe I egër. Mund të krijoj gjithë, duke qenë dash, mund t'i kapësh gjithë gjërat nga ATZ-ja. Kisha bë llogari 2 javë. Do studioja nga ATZ-ja çdo personazh që ishte aty brenda. Sa ditë ti brenda? Unë në 18 ditë. 18 ditë, po 2 javë të doli koha për. Po aty ku do fillonte të loste, papën. Sa filloi loja? Sa unë fillova lojën, fakt, a kupton? Ç'a ndodhi? Doli pra ç'a ndodhi. Se di më isha kundër aty që s'do të isha. Tani ideja është që ti studiove, po fitove tani ta kemi parasysh diçka. Një opinion tënd në lidhje me ta? Si? Pra ti studiove, vendose që ti njohësh. I njoh ato që kam pas njoftuar, më kanë dalë 100%. Tani kur kam dalë nga Big Brother, un kam thënë një fjali te emisioni I parë. E kupton? Emisioni I parë që kam shkuar unë, nuk e mbaj më ku kam qenë. Dhe I kam thënë, Miri me Selinën janë bashkë për lojë. Nuk kanë lidhje babe bi, Miri t'i pëlqen I çik më shumë Selina, por I kam thënë për çdo vit dita e duhur, mund ta hapim emisionin, që Selina do I ngul thikën, sikur ajo që tham fillim të emisionit. E kam thënë çati. Ramos. Si? Atëre, kush e fiton këtë Big Brother? Që ta ruajmë këtë program. Që ta ruajmë këtë program. Se këtu desha me thonë diçka troç, po se them dot. Tani do kemi publicitet, mendoje mirë, do na japësh dhe finalistët edhe fituesit, se kemi publicitet.